Shumë njerëz nuk e duan xhehenemin, mirë po e duan rrugën e cila dërgon në xhehenem. Allahu na ruaj. Rruga drejt xhehenemit. Po. Me ju bë pyetje njerëzve, a don dikush me shku në xhehenem? Jo. Mirë, po nëse e sheh në jetën e tij, e sheh që ai është duke ecë rrugës për në xhehenem. Subhanallah. Tash ti, ai thot nuk e du xhehenemin. Ama veprat e tij thojnë që ne jemi nis për në xhehenem. Ai i cili nuk falet. Se zakonisht tash kur flasim veprat që të çojnë në xhehenem, njerëzit e marrin më një herë atonën atë palën tjetër të harameve të mëdha. Ato janë. Mirë, po para atyre është lënia e obligimeve. A don xhehenemin? Jo. Ai i cili nuk falet, ku shkon? Njerëz zakonisht e marrin më të lehtë. Zakonisht e marrin më thjesht. Ai i cili nuk falet, ti nuk e don xhenemin. Ai i cili nuk falet, Allah thot, ai i cili nuk falet përfundon në xhehenem. Shkruan Kur'an kjo. Po. Ma salakakum fi saqar. Çka ju bani juve me përfundon saqar? Përgjigja e parë, qalu lam naku min al-musallin. Namazin se kemi fal. Arsia. E shkaku, pse na jemi në xhehenem? Cila është arsia? Namazin. Tash ti, a do me shku në xhehenem? Jo, në udhu billah. Jo, unë me shku në xhehenem. Allahu na rujt. A falesh? Jo. Po ti në qatë rrugë e nis. Kjo rrugë tjetër kund nuk të çon. Asnjëherë nuk mundet me ndodh që kjo rrugë me çu dikun tjetër. Kjo rrugë është për na drejtim. Mos ma agjeru Ramazanin, mos me dhon zakatin, mos me kry obligimet. Mandej vin haram. Me vjedhje, me zina, me bigjoz, me kamat, me alkool, me kritikëqijat. Unë nuk e du xhehenemin, ama ti vetë se je duke mri, ti në qatë rrugë je, përveç nëse kthehesh mbrapa. Nëse e merr një rrugë në autoban, e merr një rrugë ti për një vend, edhe a shembull po themi tash ti e nis prej Shkup për në Prishtinë, edhe ti je në autoban. Edhe thu jo, unë nuk du me shku në Prishtinë. Po ti ku don me shku? Jo, valla unë du O valla, ty kjo rrugë në Prishtinë çon, nuk çon tjetër kund. Jo, unë nuk dum. Po nëse s'do me shku në Prishtinë, kthehu be valla. Jo, unë edhe po vazhdoj, edhe s'du me mri në Prishtinë ke me mri. Ose ke gajle, Prishtinë ke me mri. A nëse nuk do me mri, kthehu. E keqja është ndonjëherë që haramet, këqijat, gabimet janë njëjtë si në autoban, që s'ki ku me kthy. Do të me pas shumë kujdes. Mos me randu vetveten, mos më boj mvarur prej të këqijave, aq shumë s'mundesh mu kthy. Atëherë është keq, ndoshta shumë larg do të më mri, mu kthy dikun. Para duhet shumë kujdes. Ai i cili nuk e do xhehenemin, duhet të kujdeset nga rruga e cila çon në xhehenem. Shumë prej njerëzve të cilët janë të këtij lloji. Xhehenemi nuk e dun rrugën e xhehenemit. Ama në atë rrugë dojnë me mri në xhenet. Allah na ruaj nga xhenemi. Amin.